tyre jam duke drejtuar shtetit tim, cilit i përkas dhe cilit i kërkoj një zgjidhje, jo për nënën time. Për të gjitha nënat tona, të cilat duhet të kenë, jo thjesht një dritare të Albania, po duhet të kenë një derë, dhe ajo duhet të jetë dera e Ministrisë së Mëshirës Sociale, e cila duhet të jetë një derë e hapur, një derë e njeriu me empati që bëhet ministër në këtë ministri. Një njeriu i cili ka të qartë që ky shtet ka detyrime. Dhe në këtë ministri duhet kaloj që nga rimbursimet, cilat nuk mund të jenë në dëshirën e Ministrit Shëndetësisë që ndronë her pas here, nuk e di në fakt sa e mirë është Albana, më mirë duhet jetë me siguri, por unë kërkoj një ministër me empati, një ministër me përgjegjësi, një ministër me dëmshuri, një ministër që e ka qartë që Partia Socialiste e Shqipërisë duhet mendoj për mirëqenien sociale si një entitet, si institucion më vete, që ka përgjegjësi për prindërit tanë dhe për ne që po moshohen duke u shërbyer atyre. Dhe jam e sigurt që ne që kemi dëmshuri, se padyshim jo të gjithë e kanë, madje po ta vjere në këto balkone her pas here nxjerrin kokën qenë, sepse njerëzit preferojnë tani të mbajnë qenë dhe jo pleqe dhe plaka që nuk i duhen më, ka ndryshuar kohërat. Por nuk kemi mundësi ta trajtojmë me sociologun, ne kemi nevojë ta trajtojmë me një ministri që i përket pikërisht kësaj moshe.